Atëherë Yer, jam sërish me ju dhe kam një lajmërim të rëndësishëm për t'ju dhënë. Këtë jap të parin, atë të biletave apo këtë të Jet Bankut? Të biletave të parin? Biletat. Atëherë, biletat. Jemi në një pikë të garës që Big Brother më informon që 2 biletat e fundit të ngelura në shtëpi, që është ajo e Brikenës dhe ajo e Selin, natyrisht nuk janë më të vlefshme sepse në finale shkon sipas televotimit të publikut. Kështu që është momenti që të hapim biletat e fatit të 2 vajzave dhe të zbulojmë çfarë fshihej në to, çfarë kismeti kishit. Kush e ka? Ti japim tani, ti marr? Tani, po, tani pra, transparencë totale. Okej, kthehemi për 45 minuta sot. Se nuk e di ku e ke lënë? Më duket se ja do ta shohim. E di ku e kam lënë. Hapi vetëm njëra. Jo, do t'i hapim të dyja miri, se s'do rrim pastaj duke vrarë mendjen, ore ç'a kishte ajo njëra që nuk hapëm, ë? Do na rri mendjet ajo që sapet. Te po normal, aty të rri mendja tërkohës. Po, normal. Brikena e gjeti, okej. Shohim tani Selin, që ka 750 milion kuti. E gjeta, okej, super. Okej, kthehemi në dhomën e ndenjes Selin dhe e hapim aty dhe shohim çfarë ju ka rënë për hise. Okej. Vajti ardhjen. Jo! Vajtja. Vetëm vajtje, Selin, vajtje ardhe, Brikena më vjen keq që nuk do e përdorësh dot, po të paktën ke fat edhe në lojë përveç se në dashuri. O Ledion. Ledion kësar se nuk I kisha përdor në herë, por që më të shumë mirë se të paktën me një gjë pa ta thatë, përveç Mateos, që kam një të tash pra. Qa po thoi Miri? Jo, e ka deklaruar Brikena që nuk do ta përdorte, që në fillim kur e ka marrë. Që nuk do ta përdorte, po, e ka deklaruar, e di, e kemi